Drejtuesi politik për njësi numër 14 në Tiranë për zgjedhjet e 11 majit, Kleviz Balliu zhvilloi një takim entuziast me banorët në zonën e Astirit. Gjatë takimit, Balliu prezantoi dy kandidat për deputet në listën e hapur për Shqipërinë Madhështore, Grikel Smuçullari dhe Jonathan Pano. Balliu shpreh mbi diferencat e mëdha të kandidatëve të Partisë Demokratike dhe atyre të qeverisë. Partia jonë përfaqësohet në këtë zonë nga dy kandidatë të jashtëzakonshëm. Këta e kandidatë që flasin për mungesën e shkollës, për mungesën e kopshteve, për mungesën e qerdheve. Ndërkohë, pala tjetër fshihet. Ku mund të blidhen ata siç mblidhemi ne? Me asnjë vend. I vetmi vend që ata mund të shikojnë miq e shok pafund është Burgu. Ndërsa dy kandidatët për deputet në këtë zonë në listë të hapur, Grikel Smuçullari dhe Jonathan Pano, kujtuan pasojat e keqeverisjes së Edi Ramës gjatë 12 viteve dhe theksuan se i vetmi program që do nxjerrë vendin nga varfëria është Partia Demokratike Shqipëria Madhështore. Ajo që është prodhuar në këto 12 vite është vetëm ankth dhe stres në këtë qytet. Nëse duam ta lirojmë këtë qytet, ka nevojë për një alternativë të besueshme, një program të besueshëm. Ta fituese e Partisë Demokratike. Koalicion që është i vetmi që ka një program dhe ky program është në fletën e votimit në numrin 1. Partia Demokratike Aleancë ASHM. Dhe Shqipëria Madhështore është Shqipëria e njerëzve të qetë, e njerëzve me dinjitet, pensionistëve të cilët janë trajtuar në formë çnjerëzore në këto 12 vjet. Jeni shembulli më i mirë i qëndresës, sepse për shkak të protestave tuaja për 420 ditë që keni protestuar për banesat, keni protestuar për planën tuaj, i keni dhënë shembull jo vetëm qytetarëve të Tiranës, por qytetarëve të gjithë Shqipërisë. Dy kandidatët Muçullari dhe Pano kandidojnë në zgjedhjet e 11 majit në listat e hapura të koalicionit Partia Demokratike Shqipëria Madhështore, e cila mban numrin 1 në fletën e votimit për zgjedhjet e 11 majit.